Analisti Shkëlzen Gashi ka akuzuar kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe presidentin serb Aleksandar Vučić se kanë dashur ta ndajnë Kosovën duke marrë 2/3 Shqipëria dhe 1/3 Serbia. Sipas tij, Rama ka përdorur ish presidentin Hashim Thaçi për realizimin e këtij plani, ndërsa ky i fundit ka pranuar me shpresën se do t'i shpëtonte gjykatës speciale. Gashi shton se Rama e urren kryeministrin Albin Kurti patologjikisht, pasi Kurti po e pengon këtë projekt. Ai gjithashtu thekson se Rama po e përdor UÇK-n dhe figurat e saj për qëllime politike, duke ironizuar se Edi Rama e don UÇK-n sa e don Fatmir Sheholli. Edi Rama me Aleksandar Vučićin kanë dashur me nda Kosovën, 2/3 me i marrë Edi Rama e 1/3 me e marrë Aleksandar Vučići. Edi Rama ka dashur me portretu veten në historinë e shqiptarëve si Ismail Qemali i ditëve tona, prandaj edhe mjekrën pa të filluar me rregulluesit e Ismail Qemalit. Për me realizu këtë plan kundër Kosovës, Edi Rama e pat përdor Hashim Thaçin, të cilin ai e sheh si Isa Boletini i ditëve tona, që do të thotë Sti Malok. Hashim Thaçi ka pranuar me u përdor në këtë projekt kundër Kosovës sepse ka shpresuar që shpëton nga gjykata speciale. Edi Rama po vazhdon me e përdor UÇK-n dhe Hashim Thaçin me shpresën se një ditë ka me zbatu projektin për me nda Kosovën në mes të Shqipërisë e Serbisë, e vetë me hyrë në histori si Ismail Qemali i ditëve tona. Albin Kurti po e pengon këtë projekt, prandaj Edi Rama po e urren Albin Kurtin patologjikisht. Edi Ramës bash pallasi hapër UÇK-n, sikurse që suas këtyre matrapazëve politike e ekonomik që po e përdorin UÇK-n për qëllime politike e ekonomike. Edi Rama e don UÇK-n qaq sa e don Fatmir Sheholli, shkruan ai. Balotazheve. Një gjë e tillë thot edhe e prori UÇK-s, Naim Iftari. Ai thot se ka koalicion të fshehur PDK, LDK, AK dhe lista serbe kundër vetëvendosjes dhe listës Guxo. Sipas tij ka paradokse politike të habitshme, koalicioni i heshtur i PDK-s, LDK-s dhe AK-s dhe i listës serbe kundër vetëvendosjes, Faton Peci dhe listës Guxo. Hajfuzat e dezertimit, ata që bombardimet e NATO-s kundër forcave serbe i pritëm në rërën e ngrohtë të Ulqinit, sot janë rikthyer në skem pas përfundimit të luftës e sot, pas më shumë se 2 dekadash, kemi paradokse politike të habitshme. LDK-ja merr vetëm 214 vota në Mitrovic, AK-ja 50 dhe megjithatë, të gjitha së bashku nuk arritën ta mposhtin Faton Pecin, deklaroi ndër të tjera Miftari. Pas përfundimit të protestës ka reaguar edhe emisari i presidentit amerikan për misionet e veçanta në botë Richard Grenell. Haga është jashtë kontrollit. Kjo është ajo që ka bërë Jack Smith, ka shkruar Grenell në rrjetin social X, duke i referuar ish prokurorit special që kishte ngritur padin ndaj Thaçit. Grenell, i cili në të kaluarën ka qenë i dërguar i SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi dhe akuzohej për mbështetjen e idesë për korrigjim kufish sipas Miftarit, tani bën teatr politik. Ndërkohë në anën tjetër vazhdon cirku politik i Vučićit, Ramës dhe i Grenellit, të cilët po përpiqen të paraqiten si patriot, le ta themi troç. Cirku në Tiranë nuk ka lidhje as me UÇK-n, as me drejtsinë, as me gjykatën speciale në Hag. Ky teatr politik nuk ka asnjë ndikim në proceset gjyqësore atje. Qëllimi i vërtet i këtij mobilizimi është tjetër kund të bashkojë profilet politike, politikanët e korruptuar dhe interesat e errta serbe në Kosovë, të gjitha kundër Albin Kurti dhe qeverisë së Kosovës. Mjafton t'i shikoni organizatorët e këtij cirku, promotor e sponsor janë shumica milionerë të pasur nga korrupsioni dhe përfitimet nga lufta në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Shikoni më pas moderatorët dhe analistët e zjarrt të ditëve të fundit, ata që deri dje akuzonin UÇK-n për krime të rënda, për vrasje të civilëve serb, për skuadra vrasjesh, dhe e që pretendoni se Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi kanë vrarë aktivistë të LDK-s. Skafaj Amizi kur i dëgjonte këta luftëtarë të krimit organizuar që shpifnin, mashtronin, falsifikonin dhe tradhtonin, ai thoshte: "Lujta, sot edhe unë do të thosha, kemi luajtur të gjithë, ose kanë luajtur vetëm ata", ka shtuar Miftari. Tutje, ai ka shtuar se sot Tirana u kthye në patriotizëm të rrem. Ky është cirku i ratës si Edi Ramës për të mbuluar tradhtinë dhe aferat e veta korruptive. Tirana sot është kthyer në qendër të patriotizmit të rrem, me kryeministra të rrem, me veteranë të rrem, me OVL të rreme, me justifikime dhe qëllime të rreme, ata që e shitën Kosovën, ata që e tradhtuan luftën, ata që e harruan amanetet e dëshmorëve, ata që i lanë në baltë invalidët dhe ushtarët e UÇK-s, sot po përpiqen të na shesin pluhur syve.
merri me vete në këtë cirk edhe Grenallin, Batonin, Buzhalën, Kajtazin, Shehollin, Balen, Zekën, Lindën, Alvin, Abazovicin, Bujarin, Shqiprimin, ky cirk ka emër, përfundon Ishe Prori.